Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 125. O Ali, kush i bindet gruas së tij, Allahu do ta hedhë atë me fytyrë në zjarr. Aliu i tha: Çfarë është ajo bindje? Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: Ai e lejon atë të shkojë në hamame, në dasma, në vajtime dhe të veshë rroba të holla. 126. O Ali, kushdo që e mëson diturinë për t'ju kundërvënë mendje lehtëve, apo për të debatuar me dietarët, apo për t'i ftuar njerëzit tek vetja e tij, ai është prej banorëve të xhehenemit. 127. O Ali, nga të paligjshmet janë çmimi i një kafshë të ngordhur, çmimi i një qeni, çmimi i alkoolit, prika e kurvës, rryshfeti në gjykim dhe qiraja e fallxhorit. 128. O Ali, Allahu i bekuar dhe i lartësuar e frymëzoi dynjan dhe i tha: Shërbej atij që më shërben mua dhe lodhe atë që të shërben ty. 129. O Ali, kush u shërben familjarëve të tij në shtëpi dhe nuk ofendohet prej saj, Allahu i madhëruar do t'ia shënojë atij emrin në librin e dëshmorëve. Për çdo ditë e natë, Allahu i madhëruar do t'i shënojë shpërblimin e 1000 dëshmorëve. Për çdo hap do ta shpërblej me shpërblimin e haxhit dhe të umres, dhe për çdo pikë djerse në trupin e tij, Allahu do t'i jap një qytet në xhenet.